Kudo ka shqiptar, sot ka dhe fest. Flamuri kuqezi po valvitet në Kanada e SBA me një mesazh të qartë. Pavarësia është krenaria jonë e përbashkët dhe shqiptarët, kudo që janë, e mbajnë këtë ditë si një thesar të shtrenjtë. Joni Qeko, shumë faleminderit për këtë lajm kaq të bukur. Faleminderit juve për ftesën. Tani ka ardhur momenti që të prezantojmë të ftuarit ton dhe kam nderin të prezantoj fillimisht ambasadorin e kombit, shkrimtarin Kristaq Turtulli. I nderuar, mirë se erdhe në emisionin Mirëmëngjes Kanada. Mirë se ju gjeta në radhë parë. Ju uroj juve suksese, një herësh. Ju uroj kombit shqiptar, kudo që janë. Ju uroj të gjithëve shqiptarëve që jetojnë në Kanada. Ju uroj vëllezërve kosovar, sepse ne jemi një komb. Ne jemi vëllezër të ngjaku dhe gjithmonë ta përkujtojmë këtë ditë të shënuar, e cila është ditë e shenjtë e kombit shqiptar. Mos harrojmë se po të kalojmë në histori, dita përgatitje për pavarësinë e Shqipërisë u bë në një moment jashtëzakonisht të tensionuar, jashtëzakonisht ekstrem, dhe sepse kishte momenti kryesor që Shqipëria të zhbej. Pse e them këtë? Është koha kur fuqitë e mëdha donin që të krijonin një situatë jo shumë të favorshme në ndikimin e Serbisë, Greqisë, Italisë, pak a shumë dhe të Austro-Hungarisë, por prapë kur u formua Shqipëria, që duhet ta shikojmë me një vërtetësi siç shkruhet historia, fuqitë e mëdha u detyruan ta pranonin pavarësinë e Shqipërisë, por e pranuan atëherë kur e ndanë shumicën të dërmuese të tokave midis fshinjve tanë, Malit të Zi, Serbisë dhe Greqisë. Edhe Shqipëria ngriti një copë e vogël që është sot e kësaj dite. Po kaloi në delegatët në të cilët luftuan, u përpoqën për të realizuar këtë pavarësi, këtë ditë të shenjtë që është për kombin shqiptar, për të gjithë ne. Në qoftë se ne flasim gjuhë shqipe, në qoftë se ne jetojmë me ëndrat, me dëshirat, me ardhmërinë, është merita e këtyre delegatëve, të cilët thoshin kështu: ne jeta tonë mund të jetë në rrezik dhe do jetë. Ne mund të firmosim vdekjen tonë, thoshin delegatët, që nga Ismail Qemali, Luigi Guarakuqi, Lepnosi e të tjerët, por edhe sikur ne të sakrifikojmë, le të bëhet Shqipëria, le të krijohet Shqipëria e mëveçme, siç e kanë ndëruar parë tanë në qindra e në mira vjet. Unë po jap një rast tjetër, mund të vazhdojmë e curin. Stërgjyshi tim, Mjall Turtulli asaj kohë ishte doktor profesor, ishte në Misir, që thoshin atëherë që motin në Egjipt. Dhe ajo ishte ndër promotorët kryesorë, të cilët historiografia nuk e ka shkruar qëllimisht, e ka mohuar sepse kuptohet, më thënë, familja Turtulli sipas atyre, megjithëse është kjo. Edhe ajo mori mblodhi tërë delegatët për të vajtur në asistuar në ditën e madhe të kombit shqiptar, ditën e 28 nëntorit 1912. Por pati shumë pengesa, sepse gjithmonë serbët, grekët, italianët futnin spion, futnin agentë që të pengonin qëllimisht delegatët që të vinin në shtëpinë e Xhemal Beut, atje ku do të ngrihej flamuri kombëtar. Me shumë vështirësi mblodhi shumë delegatë nga Misiri dhe mori anijet rrugës e Zuri Fortuna, ndalua në Maltë dhe ardhën një ditë me vonesë. Por duhet të keni një gjë parasysh, sepse sot duket shumë fllatë, shumë e zakonshme, por mos harroni që ata delegatë luftuan për jetën e tyre, sakrifikuan familjen e tyre, u përpoqën për gjithçka, që nga Ismail Qemali, që pati një pericë të gjatë, më thënë që brodhi andaj këtej në tërë botën, Luigi Guarakuqi, Lepnosi e tjerë. Shqipëria u bë po me sakrifikimin e burrave të shquar. Kështu që sot e kësaj dite ne duhet jemi të i bëjmë homazh këtyre burrave të ndritur, të respektojmë, njëkohësisht të bëjmë edhe apel ndaj vetes, që të punojmë, të sakrifikojmë, të japim maksimumin për interesat e kombit, edhe për dritën e bukur, për gjuhën shqipe, e cila është gjuhë e shenjtë. Lavdi burrave të shquar të kombit shqiptar. Lungoja. Bravo.
Lunguja, tani kam nderin të ftoj edhe në këtë intervistë në emisionin Mirëmëngjes Kanada dhe producentin e filmave, artistin Albert Xhaferi. Nderuar, mirë se erdhe në emisionin Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjesi Kanada, mirëmëngjesi shqiptarët në të gjithë botën që na ndjekin. Jemi këtu në studion e Alb TV Kanada, e cila sot po promovon live streamin e saj të parë. Besoj se të gjithë janë të entuziazmuar dhe sidoqoftë me kushtet e sotme është një arritje e jashtëzakonshme që gjithë shqiptarët në botë na ndjekin live nga Toronto. Duhet ta hap ta filloj me një urim gëzuar festën e flamurit. Sot jemi në 28 nëntor 2025. Është 113 vjetori i ngritjes të flamurit në Vlorë, nga një harritje jashtëzakonshme e kohës kur Shqipëria u shkëput nga kthetrat, po themi, të Perandorisë Osmane dhe krijoi identitetin e saj, një përpjekje jashtëzakonshme e rilindasve, Naimi dhe të gjithë vëllezërit Frashëri, të gjithë patriotët nga veriu deri në jug, një harritje jashtëzakonshme e shqiptarëve të asaj kohe, e parisë e patriotëve shqiptar të asaj kohe, e cila dhe sot e kësaj dite reflekton dhe është shumë e përditshme, do të thoja, është shumë është diçka që ne e vlerësojmë, e ndjejmë dhe e shtym pak më përpara. Në kuadër të kësaj edhe harritja e Alb TV Kanada është sjell në vetvete një pjesë të historisë sotme, se si shqiptarët e kanë sjell në këtë nivel dhe harrin edhe ta çojnë më përpara si një fest mbar kombëtare, duke përfshirë ngritjen e flamurit dje në Queen's Park, që është parlamenti i Ontarios, i provincës më të madhe në Kanada edhe i main engine të Kanadas, që është prodhuesja më e madhe e Kanadas. Muaji nëntor, muaji i aprovuar nga qeveria kanadeze si muaji i trashëgimisë kulturore shqiptare, dhe pjesëmarrja e djeshme në ngritjen e flamurit e ambasadores të Shqipërisë në Ottawa, e konsullit të Kosovës në Kanada, dhe shumë grupeve të tjera të interesuara ose të mbar përfshira në shoqërinë kanadeze ose shqiptare kanadeze. Dua që të falenderoj këtu Gojardin kryesisht me grupin e tij të punës, Andrean, që kanë filluar një nisëm që është e jashtëzakonshme për komunitetin shqiptar, sepse sjell një rifreskim të mënyrës të komunikimit, në mënyrës direkte të komunikimit me audiencën shqiptare, edhe ta hapim bashkëbisedimin me një urim për gjithë shqiptarët, gëzuar festën e flamurit, gëzuar gjithë dhe faleminderit. Gëzuar. Do doja që të ndaleshim pak të gjithë ato burrat që sot ta kanë bërë mundur që neve kemi një qeveri, kemi një shtet, edhe festojmë 113 vjetorin. A mund t'i përmendim ministrat e parë të qeverisë Ismail Qemalit, nëse i majmë mend? Unë do doja në kontekstin e çfarë ka ndodhur në atë kohë, se duhet kuptojmë që gjithçka varet se çfarë rrethanash ishin në çfarë kushtesh, kanë qenë në trysnit jashtëzakonshme si nga po themi nga osmanizmi, nga Perandoria Osmane, dhe nga forcat kryesore kundërshtare të shpalljes pavarësisë. Që fillojmë direkt nga Serbia, shtetet që na rrethojnë, Serbi, Greqi, që të gjitha kanë pasur pretendime territoriale ndaj Shqipërisë, Malizi, që edhe nuk u përmend më përpara. Po, Malizi ka kaloi të rol shumë negativ në Shqipërinë. Dhe duke pasur parasysh këto lloj trysnish, ne shohim një grup
intelektuale shqiptar, të cilët kanë qenë shumë suksesshëm në fushat e tyre në botën e asaj kohe, që siç është sot po themi Amerika, në atë kohë ka qenë Turqia, që ka qenë qendra perandoria turke, qendra e po themi e politikës, e ekonomisë dhe gjithë. Tyre kanë qenë shumë suksesshëm atje dhe erdhën me qëllimin e vetëm që me shpërbërjen e perandorisë osmane, Shqipëria të mos shpërbëjë dhe të mos coptohej nga forcat e asaj kohe, që ishte natyrisht Serbia dhe Greqia, Malizi që kishte pretendime territoriale të jashtëzakonshme ndaj Shqipërisë. Austro-Hungaria po prap pavarësisht se ka qenë në krahun e Lojti një rol luftave. pozitiv Austro-Hungaria, because kishte qef që ta me lejonte të ndërpresë. Jo, interaktive të ta bëjmë Për bashkëbisedim. shembull, në ato kohë, në ato vite, ose në ato muaj, ose në ato ditë, direkt fuqitë që ishin fshinje me Shqipërinë, Greqia, Serbia, Malizi, kuptohet e Turqia, ata donin që ta shuanin Shqipërinë nga harta e Ballkanit dhe harta e Evropës. Italia ishte kundra, por nuk dilte e përballshme. Ndërsa Austro-Hungaria, duhet të shikojmë siç është e vërtetë, ata mbani një pozicion më të ngrohtë ndaj shqiptarëve, edhe ndaj interesave të shqiptarëve. Por ne duhet të theksojmë këtë gjë që dita e pavarësisë nuk ka ardhur rastësisht. Absolutisht. Këtë po diskutojmë, që Po. ka qenë një kulminim, ishte edhe koha e atill që duhej se s'bën që të merrej një hap, të ndërmerrej një hap tjetër që të siguronte të paktën integritetin territorial të Shqipërisë. Jo vetëm kaq, nëse më lejon të ndërpres. Ishte një domosdoshmëri historike. Për shembull, nëse u bë arritën kushtet në të cilët u krijua, në atë kohë kur atë ditë, bile ato ditë ose atë javë, harta e Shqipërisë, harta e Evropës dhe Ballkanit ishte llogaritur pa Shqipërinë. Absolutisht. Fshihesh e Shqipëria dhe ishin sepse asë ko është logjike që Shqipëria ishte një popull që ishte në sundimin edhe në varësinë e otomanëve, dhe otomanët nuk donin që të Shqipëria të shkëputeshe, se më thënë shumë historiografia është e ka ndryshuar, ka bërë për interesat politika dhe po këtej. Ne sot të flasim vërtetësinë në cilët ka qenë ajo kohë. Ne jemi të zhgarkuar nga mendësitë politike për të ndërtuar për interesat e njëra, apo për shembull po të marrim Lev Nosin. Ai ka qenë një personalitet i jashtëzakonshëm. Është Lev Nosi që ruajti dokumentin origjinal të pavarësisë dhe ja dorëzoi bibliotekës në vitin 1938. Do kthehemi pak atje Po, sepse ja të mbaroj. Po, Ja, ndro, shembull, vazhdo. pse gjithmonë duhet kemi parasysh që ndjehemi të përgjegjshëm, Berti, sepse është emigracioni, mos harrojmë, emigracioni edhe në shekullin 19, edhe në shekullin 20, edhe në shekullin 21 sot e kësaj dite, Natyrisht. që emigracioni ka luajtur dhe po luan një rol të rëndësishëm ka qenë në Curin atëre, sepse ishin rilindësit e parë që Absolut. krijuan bërthamën e ndjenjës kombëtare, e zgjuan ndjenjën kombëtare e linsajtan, pasurinë e tyre, krijuan për- shtrim pasurinë, krijuan veprat e para, gjuhën e formalizuan me kongresin e manastirit që e përmendëm, që në fillim përmendi zoti Ardi, dhe falenderoj me këtë rast për punën e bukur që po bën për televizionin, që po na jep neve tapi, por Faleminderit. vazhdon edhe sot e kësaj dite, është prapë emigracioni. Ne që jemi, që po kontribojmë me veprat të shquara, që po japim maksimumin që të ruhet gjuha shqipe, që të zhvillohet dhe fëmijët tanë të ndjehen krenar për gjuhën shqipe, apo një herësh të ndjehen krenar dhe për sakrificat që kanë bërë të parët tanë. Ata luftonin në tmerr, të tërë thoshin që ne do falim jetën vetëm të krijohet kombi shqiptar. Shumë Bota ne na ka luftuar. Më- Edhe sot e kësaj dite ne na luftojnë në fshinjët tanë. Më pëlqen ndërthurja që ke bërë kaluar me të sotmen ose ato fazat e ndryshme të emigracionit dhe kontributi i emigracionit që ka ndaj MMD-ut. Një nga pjesët e rëndësishme që ne shikojmë si pjesë integrale të kontributit është edhe ana ekonomike. Si në atë kohë, shkrirja e pasurisë të tyre, e gjithë prashëllive që e dhanë komplet Ismail Qemali, Ismail Bejvlora, edhe në ditë e sotme,
remitancat e emigrantëve shqiptar janë ato që mbajnë ekonominë shqiptare, që mbajnë po themi familjet shqiptare. Edhe janë pothuaj edhe aq konservative si në veprimin e tyre, edhe pse kanë kaluar 35 vjet, edhe vazhdojnë, është një nga burimet kryesore të ardhurave të Po, këtë drejt. Që është një temë tjetër që ne Jo, po kjo është e gërshetuar. ne do ta qajmë. Shumë e gërshetuar, ne mund të vonë, hapim këtë domethënë, muhabet edhe mund ta lejmë edhe për më vonë në këtë alternimin midis të shkuarës dhe të sotme, të shumë e rëndësishme. Atributi jon, mendoj unë për veten time dhe shpresoj të jeni dakord, është që emrat e themeluesve ose e personave në ditën e shpalljes pavarësisë, në deklaratën e shpalljes pavarësisë duhet të lexohen një nga një. Jo, pa është domosdoshme ajo. Ju mund ta lexoni. Atëherë, Shpirti urdhëro. Po, nga Po kamera. jemi direkt në po. So, si çfarë ndodhi në 28 nëntor 1912 në qytetin e Vlorës, Ismail Qemali me 83 delegat shpallën delegat nga të gjithë trevat e Shqipërisë shpallën pavarësinë e Shqipërisë, që është një vepër e jashtëzakonshme që nuk kishte ndodhur prej 500 vjetësh. Ishte, themi, është nëntori i dytë, sepse nëntorin e parë e ka në 28 nëntor të 1443-shit, shpresoj të jemi sakt, Skënderbeu ka ngritur flamurin në Krujë. Edhe ka qenë bashkimi i parë i shtetit arbëror i shqiptarëve. Edhe i dyti ndodhi në 1912. Tani, është shumë e rëndësishme që të themi kush ishin lojtarët kryesorë, kush ishin kryesorët në këtë event kaq të jashtëzakonshëm. Puna është e programimit deri në pikën e shpalljes pavarësisë, pengesat e vëna nga fuqitë e huaja, por pengesat edhe nga vendas shqiptar, të cilët ishin të lidhur në një farë mënyre me perandorinë otomane, me tregti, me biznese, me postet e tyre, të cilët penguan shpalljen e pavarësisë. Kështu që edhe këto do të diskutojmë sepse është një pjesë shumë interesante e historisë shqiptare. Tani, duhet t'ju jap emrat e shpallësve. Firmëtarët e pavarësisë të 28 nëntor 1912-s i kemi nxjerr me qarqe. Qarku i Vlorës, sepse edhe vetë shpallja e pavarësisë ndodhi në qendër të Vlorës, ku është sheshi i flamurit sot kësaj dite. Fillojmë nga Ismail Qemali, Luiq Gurakuqi, Dom Nikol Kaçorri, Qazim Kokoshi, Haredin Cakrani, Mustafa Kruja, Aristid Ruçi, Bektash Cakrani, Sami Vrioni, Murat Tërbaçi, Eqer Mblora, Xhelal Koprenska. Nga qarku i Beratit, Muftiu i Beratit, Mulla Vebi Dibra, ishte kryetar i pleqësisë Beratit, Dimitër Tutulani, Kristo Meksi, Dimitër Zografi, Pandeli Çale, Tefik Mborja. Nga Gjirokastra, Bab Dud Karbunara, që ka qenë një figurë e shuar e kohës. Veli Këlcyra, Rasim Dino, Veli Gërra, Aziz Vrioni. Nga Korça, Mihal Krameno, Mithat Frashëri, Thoma Orologaj, Lambi Ciko, Pandeli Çale dhe Ilo Mit Qavzezi. Nga Elbasani, Lef Nosi, Aqib Pash Elbasani, Qemal Karosmani, Nail Miftiu. Nga Dibra, Dervish Hima, Ramadan Pasha, Ilmosi, nga Peja, Bedri Pejani, Hoxh Kadri Prishtina, nga Kosova, nga Prishtina, Hasan Prishtina, Riza Bejgjakova, Bajram Daklani, Riza Kryeziu, nga Shkodra, Luiq Gurakuqi, që një nga figurat kryesore të televizjes, përfaqësoi dhe zonën e Shkodrës. Dom Ndre Mjeda, Mil Mosi, Filip Poga, nga Durrësi,
Mefid Libohova, Rasim Dina, Mustafa Kruja. Numri total është 83 firmtar të asaj kohe. Duhet të kuptojmë që pengesat që u vunë atë kohë, siç thatë ju, që nga Misiri, nga Kosova, Isa Buletini, në atë kohë ne i dim sakrificat dhe pengesat e mëdha që u vunë Isa Buletini që të harrinte për shpalljen e flamurit, dhe ai i çon lajmtarin, i thot Ismail Qemalit që ngrije flamurin sepse koha nuk pret. Edhe sigur të jemi edhe ne aty. Edhe ndërkohë ditën tjetër që harritën bën të mundur bashkimin e trojeve shqiptare aq sa mundem. Ne dim që kemi humbur pjesë të tjera, si në veri të Shqipërisë, si në pjesën e Malit të Zi, të Kosovës, të Maqedonisë të sotme dhe të Çamërisë. Por jemi fal këtyre themeluesve, këtyre nismëtarve të një Shqipërie të sotme që ne gëzojmë, dhe shpresojmë që gjërat të evolojnë dhe të vazhdojnë në një Europë të bashkuar ku Çamëria do jetë edhe pjesë e Shqipërisë, shpresojmë. Urdhroni. Djali ka një pyetje Joni? Jo një pyetje, kisha një koment, se patjetër të gjithë nënshkruesit e pavarësisë janë deklaratës pavarësisë janë shumë të rëndësishme, të gjithë aktorët rreth rrotull asaj atij eventi, por një gjë që nuk e kam vënë re të flitet shpesh, jo këtu, po e kam fjalën në përgjithësi, është edhe se unë vetë jam nga Luma, kështu që duhet ta them. Është betejë e Lumës në vitin 1912, ishte fiks ajo periudhë nga tetori më duket 1912 deri në dhjetor 1912, ku ushtria serbe, divizioni Shumadia, u fut në Lumë edhe donte të kapte Durrësin, donte të shkonte drejt Durrësit. Prandaj Shqipëria edhe atëherë që u bën në Vlorë, që u ngrit flamuri në Vlorë, Vlora ishte një qytet pak më i sigurt nga këto dyndjet. Por kur përpoqnin serbët për të futur në Durrës, për të kaluar Lumën, për të futur në Durrës, lumjanët i kanë ndaluar me Ramadan Çeku, Ramadan Zaskoci dhe të tjerë, krijuan këshillin e luftës, siç i thoshin, edhe kishin bërë betimin që do i ndalonin serbët, edhe po ashtu i ndaluan në atë kohë. Folklori thotë që kanë vdekur rreth 12.000 serb nga 16.000 që u futën në Lumë për të pushtuar. Domethënë një pjesë e Shqipërisë ndoshta nuk e kishim tash nëse nuk ka qenë për lumjanët. Nëse lumjanë me origjinë lumjane që jam, duhet ta them patjetër. Por pasaj më vonë, 2 vjet më vonë, më duket ishte 2 vjet më vonë, serbët erdhën prap, më duket gjatë luftës së parë botërore, dhe kryen masakra të tmerrshme në Lumë, gati e shkatruan komplet. Por shumë njerëz, jo vetëm lumjanët, por shumë njerëz kanë sakrifikuar edhe pasurinë, por kanë dhënë edhe jetën për pavarësinë shqiptare, dhe duhen të folur patjetër. Lavdi patjetër. Lavdi dëshmorëve. Do doja të dinim pak te roli i diasporës. Në atë kohë. Roli i diasporës sa i rëndësishëm dhe sa temë gjëra. Kjo është një temë e jashtëzakonshme. Kjo është një temë, më thënë, që është në kufirin e sakrificës më të madhe. Diaspora ka luajtur rolin determinant për pavarësinë e Shqipërisë, për atë ditë të shquar. Pse? Sepse diaspora në atë kohë ishte në kontakt me zhvillimin që bëhej lidhur me fuqitë e mëdha, lidhur me lojën e fshehur që bënin serbët, grekët, maltezezët, Turqia, sepse ata jetonin atje. Përpiqeshin pikërisht, prandaj diaspora është vendimtare për fatin, sepse pse thashun që në fillim që ajo ditë ishte më se e pikuar nga Zoti. Ajo ditë ishte më e domosdoshme. Pse? Sepse diaspora e dinte që fuqitë e mëdha, së bashku me fshinjët që gjithmonë kanë qenë armiqtë sot, kryesorët që janë sot e kësaj dite, shumë mirë përmendi dhe djali që
edhe lumenët edhe respekt për ata burra të shquar, e panë që fuqitë e mëdha kishin vendosur që ta fshirin nga harta Shqipërinë. Dhe ishte diaspora që dha sinjalin vendimtar që o sot o kur. Pikërisht diaspora ka qenë aq më tepër për fatmirësisht në diasporë shkuan mendjet më të ndritura të asaj kohe. Ishin frashëllinj, ishin shumë, ishte Thimial Turtulli, ishin gjithë ata personalitete që bënin ligj, ishte Paskovasha e tjerë që krijuan një mjedis shumë të qëndrueshëm për të pavarësinë imediate të kombit shqiptar. Për shembull, po të them, edhe lorë të madh kanë luajtur dhe edhe familjet e shquara kosovare, që nga Isa Bulatini, që Hasan Prishtina, bile austriakët thoshin një të veçantë, tash i po ndalem çik, për Hasan Prishtinën. Këtë personalitet e quanin shqiptar i pamposhtur që nuk lodhet kurrë. Luigi Urakuqi ishte një personalitet me 7 gjuhë, që dinte dhe kishte një informacion të jashtëzakonshëm. Për shembull, Dom Nikol Kacori ishte një personalitet i jashtëzakonshëm, edhe një fakt po ju jap interesant, ai në xhep mbante atë një plumb, ballin e një plumbi, dhe thoshte që e kishte marrë para përpjekje për të bërë për pavarësinë, e thoshte unë po e mbaj këtë ballin e këtij plumbi në xhepin tim që të më kujtoj se unë edhe sikur të më jepet e njëherë të sakrifikoj, do të sakrifikoj këtë ditë të shenjtë pavarësinë e Shqipërisë. Kështu që edhe kishte bile po ta marrësh edhe Lefnosi për shembull, ishte një personalitet që ishte gati të falte jetën. Imagjino tani, se ne na duken ngadonjëherë si pralla këto gjëra, por ata burra të jashtëzakonshëm që ralli pjellnena kanë bërë një mrekulli që sot ne e quajmë meset e natyrshme. Por ata kanë dhënë maksimumin e jetës së tyre, maksimumin e vlerave të tyre, dhe kjo në radhë të parë i takon diasporës, po njëkohësisht edhe ndjenjës kombëtare që po gëllonte në popullin shqiptar. Ata shikonin që ishte nëse nuk arrinin të shkëputeshin nga perandoria osmane, atë ditë Shqipëria sot nuk do ishte më Shqipëri. Ne ta kaptojmë këtë dhe gjithë do të transmetojmë tek brezat e ardhshëm. Kjo është një ditë e shenjtë, kjo është ditë e mrekullueshme, por kjo ditë është në sajt të ata burrave të shquar. Absolutisht. Më thënë, kjo ditë ndjehemi neve. Se ne edhe sot, për shembull, nëse pyet rolin e diasporës zoti Ardi. Edhe sot e kësaj dite në diasporë duhet pranohet, pavarësisht se ngadonjëherë pranohet në zë, por duhet ta themi edhe me gojë plot. Sot diaspora ka një potencial të jashtëzakonshëm për vlerat që mbartën vetvete dhe për suportin që mundohet t'i japë në Shqipëri. Pse është potencial jashtëzakonshëm Shqipëria sot dhe shqiptarët e diasporës, sepse ne tash që jemi larguar me vite, ne jemi të zhveshur nga mendësitë e kompleksitetit. Jemi më të kthjellët, mendje kthjellët, jemi më të hapur nga zemra, nga logjika dhe shikojmë realitetin që është në Shqipëri nga lart poshtë. E shikojmë që atje është nevojshme që të krijohet një lëvizje frontale për të luftuar korrupsionin, dhe zëri i fuqishëm që jemi ne të zhveshur nga interesat, të zhveshur nga pasionet, të zhveshur nga dëshira për të bërë pushtet dhe politik. Ne dhe sot e kësaj dite po japim maksimalin, siç kanë dhënë të parët tona, dhe përgjegjësia tonë sot e do mbetet gjithmonë që diaspora të jetë leva qendrore për zhvillimin e kombit shqiptar. Amin, të lumt goja. E ke thënë më bukur nuk s'kemi çfarë të shtojmë. Ka përshkruar shumë bukur. Një përshkrim edhe i realitetit sotëm, një lidhje ndërthurje shumë e bukur. Duhet të shtoj pak për kontribusit, siç pyetet edhe ju. Një nga disa nga qendrat kryesore që kontribuan për shpalljen e pamërësisë janë qendrat e Bukureshtit, që ka qenë shoqëria Bashkimi dhe Drita, të asaj kohë në Bukuresht, në Sofje, intelektual shqiptar, në Egjipt, në Kairo, siç thatë dhe ju, duke përfshirë edhe pjesëtar të familjes Turtulli, financues dhe një nga kolonitë më të fuqishme ekonomike të asaj kohe. Është vërtet. Gjithashtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është shoqata Vatra, e cila është një nga shoqatat më të vjetra shqiptare që ekziston edhe është aktive edhe sot.
So këto janë pak a shumë një përmbledhje e shoqatave që ndihmuan, e intelektualëve që ndihmuan. Njëkohësisht duhet, po prap insistoj që të mbajmë parasysh në kontekst çfarë ka ndodhur edhe ku ishte Shqipëria dhe ku ishin këta intelektualë dhe këto shoqata. Shqipëria saj kohe, unë mund të them që ishte një Shqipëri feudale, e mesjetës, me një nivel shumë të ulët të arsimit, të informacionit dhe besoj në nivelin e minimal të varfërisë. Dhe të gjithë këta mendimtar, të gjithë këta patriot që ishin shkolluar, jetonin ose kishin kontribuar nga jashtë, e pan si momentin të jashtëzakonshëm edhe i vetmi moment në histori për shpëtimin e kombit, edhe prandaj erdhën dhe investuan kohën e tyre, paratë e tyre, jetën e tyre për pavarësinë e Shqipërisë. Dhe i falenderojmë sot mbas 113 vjetësh dhe besoj se edhe për mira vjet të ardhshme do t'i janë të stampuar në historinë tonë, në historinë e ardhme të shqiptarëve. I falenderojmë. Desha të vazhdojmë pak me historinë, çfarë ka ndodhur, përmendëm kontribusit, po duhet përmendim që kemi pasur edhe kundërshtar brenda sojit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme. Shumë rëndësishme. Sepse është edhe sot edhe kësaj dite, ne mundohemi që të bëjmë diçka, mundohesh që të bësh diçka dhe shikon që është shumë rëndësishme. futen shkopa dhe ndërpres pak. Për shembull, e kapë shumë mirë. Zakonisht ne kemi dëshirë të flasim për ato vlerat. Por asnjëherë nuk duhet të harrojmë që kjo ditë realizua me një sakrificë sublime, se të gjithë ata që ishin e dinin që ju rrezikojshe jeta. Ismail Qemalit mundoheshe të rrezikojshe, Luigi Gurakushi, Lepnosit, Parkarol e tjera tjera. Kush ishin këta njerëz? Ishin shumë familje që nga sa të pashtoptani e tjerë, por të gjithë këta elemente që ishin shqiptaro, filo-grek, filo-turk, filo-serb, ishin se edhe këta ishin agjentë të këtyre. Bile po të regoj një rast, para se të shpalleshe ajo ditë të akti, të hip të akti, Ismail Qemali dha urdhër që të mbyllet dera e shtëpisë së Xhemil Beut, mos linte asnjë të hynte dhe asnjë të dilte, derisa vendosën që të firmoseshe të bëheshe akti. Pse ndodhte kjo gjë? Sepse në korridoret e asaj shtëpisë së Xhemil Beut, rreth e qark ishin agjentë të paguar nga shtetet fqinj, ishin agjentë të paguar nga Turqia, ishin shqiptar ata. Iqeshin si patriot, më thënë nuk ka qenë fush me lule, por ky Ismail Qemali tash se ky është fakt nuk është përmendur, po e mbylli atë derën e jashtme të shtëpisë së Xhemil Beut, vuri dhe roje të ishte edhe firmosën e pasaj dole, u firmos akti, pasaj edhe një kuriositet tjetër për shembull. Qeveria shqiptare që u krijua kishte vetëm 5 pistoleta. S'kishte asnjë armë tjetër. Ata mendonin, domethënë imagjino sa si çanë stres ishin, që na duket shumë. Të mbrosh kombin vetëm me 5 pistoleta kishin, asnjë armë tjetër, të cilat i solli Luigi Gurakushi edhe me shokët. Arma më e fortë ka qenë mbështetja e popullit. Po, pra. Dhe ku më mirë se sa në Vlorë, mund të ishte edhe në Dibër, ja ulim derat trevave të ndryshme shqiptare. Dibra bashkë me Lumën, bashkë. Po bashkë me Lumën. Por në Vlorë, shumë patriot dhe marr të shkas nga ky diskutimi edhe po fusim edhe elemente familjare brenda. Gjyshi im Sako Sakaj, domethënë babai nga ana e nënës, që unë kam arritur edhe kam qenë i vogël, por kam dëgjuar historitë e tij. Mbasi bëri shërbimin ushtarak në Turqi 6-7 vjet, u kthyen me shumë shqiptarë të tjerë, sepse ishte koha që Turqia u shbë edhe do shpallej pamërsia. Dhe ka qenë në Vlorë, me që edhe jetonte afër atje në fshatrat e Vlorës, në afërsi, ka qenë në momentin e shpalljes pamërsisë. Ky është një nga kujtimet e mia që un kam direkt me gjyshin tim. Edhe ndonjë derisa në kohën e komunizmit i pa prekur edhe nga kolektivizimi dhe nga këto, sepse e ruajti atë linjën e
e tij si independent. Duhet të them po prap pengesat e asaj kohe, cilat ishin pengesat e asaj kohe, natyrisht sa të Pashtoptani, shumë familje të tjera të Shqipërisë mesme, të Durrësit, të Tiranës, të cilat ishin të lidhura ngushtë me tregtinë, qoftë me Serbinë, qoftë me Turqinë, me Malin e Zi, në Shkodër natyrisht shumë familje shkodrane, tregtare, të cilat kishin mbajtur krahun e Turqisë deri në atë kohë, edhe ishin kundër kësaj shpërbërje sepse për arsye të veta ekonomike, të ngushta ekonomike, për arsye të dobta flasin. Por çfarë ndikimi kishte kjo në shpalljen e pavarësisë? Kishte ndikim direkt sepse Ismail Qemalit ju bë gati e pamundur arritja në Vlorë, ju bë shumë e vështirë udhtimi i tij. Penguan atë, penguan. Një pengesë e jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, ndikimi i tyre ishte kryesisht si themi gati vendimtar, sepse ishte e gjitha ishte punë financimi. Domethënë ti që të udhtoje në atë kohë të vije nga veriu. Të zbrisje ose të ikje me vapor të bris për shembull, siç vajti Ismail Qemali me brodhin e Evropë për të krijuar mendimin. Por desha të shtonja edhe këtë që qeveria, në Osmane, kishte saktuar një çmim të madh për kokën e Ismail Qemalit dhe Luigi Gurakuqit. Dhe ishin disa agjentë që vërtiteshin. Por ishin, sidomos edhe një rol të madh kanë luajtur dhe vëllezërit kosovar, të cilët me atë vitalitetin e tyre të jashtëzakonshëm ndihmuan, luajtën një rol të jashtëzakonshëm dhe Lumanit për shembull. Asaj kohë ka qenë një tmerr të jashtëzakonshëm. Prandaj them unë që këtu është vlera, këtu është madhështia, sepse është krijuar një komb shqiptar në terror. Sepse shqiptari ka pasur këtë mundësi, duhet të jemi objektiv, që shqiptari e ndiqte e adhuronte Bajraktarin. Sepse e lidhte jeta, e lidhte familja, e lidhte paraja. Dhe kjo mundësi bajraktariste i rojti një rol negativ kundra idealistëve shqiptare që ishin asaj kohe. Shumë interesante, zoti Kristaq, sepse nga përvoja juaj e shkrimtarit, edhe filloni edhe hapni edhe deg tjera për diskutim anësore. Kjo ishte kryesore të shqiptarët. Dega kryesore që ju hapët shqiptarët e gjithë trevave. S'po themi tash. Nuk mund të bëjmë anësi, po mund të themi për një mendësi e zakonshme asaj kohe. Duhet të them diçka që ka qenë edhe sot e kësaj dite është një temë shumë e nxehtë, po themi, edhe preket shpesh nga mediat shqiptare, përdoret shumë nga portalet si news edhe si që të kenë klikime. Flasim për Kosovën edhe flasim për vëllezërit tanë kosovar. Kosova, si çdo qark tjetër i Shqipërisë, është shqiptare. Janë shqiptarë si kushdo tjetër. Kështu që kemi një gjak, një tradit, një gjuhë që një mendësi dhe shumë elemente që ne gjithë të presim. Edhe pse, për shembull, ne kemi këto për shembull, e the shumë mirë që para se duhet një analizë. Për shembull, pse i referohemi neve që këndonin, po kaloj nga një temë në tjetrën, për shembull e bukur Amere, që e kanë trashëguar shqiptarët në 500 vjet ka rojtur gjuhën, që kaluan nga Shqipëria në Greqi dhe nga Greqia në Itali. Edhe shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi, është një vlerë që ata janë ruajtur gjuhën. Gjuhë ruajnë traditat. Megjithëse terrori serb ka qenë jashtëzakonshëm. Nga të gjitha anët, jo. Po dua të them që sot ndarja e sotme që po themi Kosova, flamuri kosovar dhe këto tematikat e tjera janë të gjitha janë një lloj manipulimi që i bëhet po themi patriotizmit shqiptar për të shmangur ose për të krijuar probleme brenda vetes tonë. Një lloj si në 12-ën edhe sot në këtë botën moderne kanë filluar. Dëgjojmë
disa që thonë, unë nuk jam shqiptar, jam kosovar. Domethënë dalin disa tipa që dalin nëpër mediat dhe mundohen që të bëjnë një sensacion. Ajo nuk është, nuk ka të bëjë shqiptar, kosovar, shqiptar i Maqedonisë, shqiptar i Kosovës, shqiptar i Çamërisë, shqiptar është shqiptar kudo që është. Është një mendësi. Edhe është e prerë, kjo nuk është nga ne se po e vendosim ne, po e themi, është prej mira vjetësh edhe e tregojnë si nga zbulimet arkeologjike, si nga Dardania është e vjetër sa unë po t'jap një rast. Dardania që kanë nxjerr perandor, kanë nxjerr pap për unë para sa vitesh botusin tim të romaneve të mia është një tani ka nduar jetë, ka 2 muaj, kisha një kosovar, Fatmir Alimi, një burr i shquar. Edhe para 2-3 vjetësh kjo organizove një sesion shkencor në Prishtinë për veprat e mia. Edhe gjatë bisedave që bënin kosovarët atje, unë e pashë që ne nuk e kuptojmë, por shqiptarët janë me gjakë e rëmba të pastër. Ata njerëz të mrekullueshëm. Ata e duan artin, e duan kulturën. Absolut. Por prap ka qarqe të veçanta serbe, malazeze, maqedonasi që duan të përçajnë kosovarët. Kjo është rreziku. Sepse ata intelektualët kosovarë janë burra të shquar. Burra jo të shquar, burra të mençur dhe larg pamës. Sepse po themi tash ne kemi qenë aktiv edhe ju, po edhe unë të gjithë ne në shpalljen e pavarësisë të Kosovës dhe ishte një ëndër prej nga 1912 apo themi e një bashkimi kombëtar, pavarësisht që sistemi komunist, sistemi i Enver Hoxhës edhe Tito vendosin që ta ndajnë edhe u mbajtën ndar, edhe Europa vetë në këtë moment ka krijuar ose krijoi një farë barriere duke e lënë Kosovën jashtë Shqipërisë, duke u munduar për t'i dhënë një identitet tjetër. Kosova janë shqiptar biles edhe më patriot se ne, shumë herë. Kështu që është e kot që të diskutohet, duke diskutuar më shumë mbi këtë temë, jemi sikur po justifikojmë patriotizmin e Kosovës. Kosova është pjesë integrale e kombit shqiptar, nga më patriotët dhe zhvilluesit dhe mbajtësit e flamurit. Prandaj shqiptarët kudo që janë festojnë me flamurin kombëtar, me flamurin me 2 krena. Tani dua të shtoj diçka, se të vazhdoj pyetjen që më bëri Ardi. Roli diasporës. Do kaloj në vitin 1920. Shqipëria ishte në një situatë shumë të vështirë, se prapë fuqitë e mëdha, prapë fshinjët donin që ta shkatronin Shqipërinë, ta zhbenin prapë. Dhe ishte diaspora e shquar e Amerikës, ishin figurat e shquara që nga Fajkonica e tjerë që influencuan të presidenti Wilson, i cili vuri vullën dhe na shpëtoi. Do me thënë, me pak lafë, fati Shqipërisë ka kaluar në shumë rreziqe për të shpërberë. Por është prapë diaspora, është prapë ndjenja e lartë kombëtare, të cilët ne na ka shtuar të mbijetojmë. Dhe sot e kësaj dite unë ngre si problem këtë gjë. E ka për shumë mirë Roberti. Është problemi i bashkimit të kombit shqiptar. Nuk ka me bariera midis Kosovës dhe Shqipërisë. Këto janë bariera vetëm politike. Asgjë tjetër. Ne duhet edhe ne kemi përgjegjësi si diasporë të ndikojmë që në fundit kombi shqiptar të bashkohet sa më shpejt. Sepse dhe sot e kësaj dite që ne themi që Evropa është kaq e dashur, që me këto Evropën e bashkuar e tjera, me këtë Ballkanin e hapur e tjera, të gjitha janë një lojër shumë djallëzore dhe nënrogos kundra kombit shqiptar dhe kundër bashkimit të kombit shqiptar. Unë ngre këtë problem sepse sot është një ditë e shenjtë. Sot është një ditë e bekuar dhe kjo ditë e shenjtë në vitet që të vinë të bashkojë kombi shqiptar,
të jemi një komp i vetëm, ndoshta edhe një pjesë të Maqedonisë, e një pjesë të Malitëzisë, e një pjesë të Çamërisë. Ne jemi një komp, se në fundit kemi një gjuhë, kemi një zemër, kemi një progres që të ngrihet e të lartësohet Shqipëria jonë. Roftë kombi shqiptar. Nder për të gjithë burrat e shquar. Për të gjithë që kontribuan. Të gjithë që kontribuojnë e kanë kontribuar. Ju falenderoj edhe një herë ardhi për dashamirësinë, edhe juve për fjalët e mira që na përmendet edhe Lumën. Dile ishte domosdoshme që të përmendur sepse lumjanët Nuk mund dilja këtu edhe mos Jo. Lumjanët kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm sepse në fundit ngadonjëherë historia është indiferente për ato vlera të historike. Pikërisht unë falenderoj edhe Bertin që munduam të kapim problemet që disa probleme që të manifestojmë dhe të transmetojmë një mendim unik për ardhmërinë dhe mbarësinë e kombit shqiptar. Ja, fjala për ty i nderuar. Desha të shtoja diçka shumë që edhe unë nuk e dija mbi presidentin Wilson. Çfarë përveç asaj ai ka bërë një nga faktet historike është vetoja historike e presidentit Wilson në 1919 e gjeta si fakt këtu që deklaron që Shqipëria nuk do të coptohet edhe është e detyrë ose është e drejta e popullit shqiptar për vetëvendosje. Ata do vendosin për fatin e tyre. Kjo është një gjë jashtëzakonshme, i jepet një ndihmë nga superfuqia e kohës, që është Amerika, në kohët më të vështira, sepse vitin 19 natyrisht luftë e parë botërore, mas luftës parë botërore, edhe depresioni i madh amerikan që ndodhi në atë kohë, por edhe natyrisht që Shqipëria vinte nga feudalizmi, një vend komplet analfabet, duke pasur një mbështetje të tillë, i dha mundësi që Shqipëria integrale të ishte e pacoptuar në aty sa ne kishim frikë do të coptohej, sepse natyrisht shumë pjesë Shqipërisë ngelen jashtë territorit të Shqipërisë. Shumë se gjysmë. Por domethënë jemi disi të kënaqur që harritën shumë nga këta patriotë arritën që ta mbajnë integritetin e territorit kryesor shqiptar, natyrisht ngelen jashtë disa territore tjera. Diçka tjetër që desha të thosha, po prapë në këtë kontekst, në këto vite. Shumë interesante që edhe një nga defektet e shqiptarëve, por një edhe nga karakteristikat tona kryesore është themi si ka mundësi që ka mbijetuar gjuha shqipe, edhe e diskutojmë mes kolegës edhe shokëve, me shaka, me secili jep mendimin e tij. Si ka mundësi tradita dhe gjuha shqipe ka mbijetuar me mijëra vjet. Edhe një nga po themi nga atributet ose një nga atributet kryesore të shqiptarëve është po e them gegnish kryenësia ose kokpërcia. Duke ruajtur atë, ti ruan paka shumë këtë kulturë ose po themi këtë barë kulturore edhe e transmeton në brezin e arshëm, në brezin tjetër. Njëkohësisht sjell pak ngadalësim të zhvillimit, ose sjell në një farë mënyre po themi një mbetje mbrapa në tregun ndërkombëtar, por në atë kohë Shqipëria ka qenë feudale, siç e di. Unë do të jap një krahasim. Më lejon? Po, urdhë. Karakteri shqiptar. Është një fjalë e urtë që thotë sikur ujku të di forcën e vet shqyen dhe luan. Po. E shikon? Ne jemi shqiptar që ne nuk e dim vlerën e vetes. Ne kemi një karakter, një temperament të jashtëzakonshëm. Pse? Sepse shqiptarët që jemi një popull i vogël, kemi ngjashmëri shumë, se kam biseduar me ca miq që janë në Çifut. Ne kemi një ngjashmëri të jashtëzakonshëm që kudo që vëmë ne bëjmë vend. Më trego mua jo sot, po që kam me Gjet Ballshën që në kohën e Skënderbeut, që nga Mamicën, që me Donikën e tjera. Vetëm kemi një karakteristikë që më thoshin ata shokët e mi, miqtë e mi Çifut, shumë do me thënë se kjo. Është e nevojshme ta them. Ai më thoshte kështu. Dëgjoj Kristaq, më thoshte mua, ishte burr shumë i zgjuar, mjek. E më thoshte që izraelitët edhe shqiptarët janë një popull i vogël, thoshte.
Por me zemër të madhe. Jo, sigurisht, por veç me një ndryshim, thoshte. Ne që i futët, jemi të mirë të vetes dhe të liqë të botës, thoshte. Po. Ndërsa ju shqiptarët, jeni të mirë të botës dhe të liqë të vetes. Kjo është arsyeja që ne, më thënë, shumë herë jemi shpërberë. Kjo duhet jetë një leitmotiv, e ka thënë ajo. Kështu që janë shumë arsye. Por ama, sidoqoftë me këto mete, edhe një diskutojmë të mirat dhe të këqijat. mirat, ne duhet jemi objektiv. Po, jemi objektiv për këtë. Prandaj edhe harritja e këtyre mendimtarëve dhe këtyre patriotëve të asaj kohe është e madhe sepse duke parë nivelin e popullsisë, duke parë në çfarë konditash ishte vetë Shqipëria, tregon që ata ishin shumë larg pamës edhe i paraprin një shpërbërje të kombit shqiptar, një shpërbërje të ishte domosdoshmëri, thonë, ishte për një ditë, vetëm një ditë shpëtovi kombi shqiptar. Tani kthehemi pak më mbrapa edhe themi për Perandorinë Osmane dhe për fqinjët tanë, sepse nuk ishin vetëm ne që ishin në pushtimin 500 vjeçar, ishin edhe grekët vetë. Roli i Perandorisë mbi Shqipërinë dhe mbi kombet e tjera, ose mbi shqiptarët dhe mbi kombet e tjera. Besoj se Perandoria Osmane ka qenë vetmja që nuk lejoi hapjen e gjuhës shqipe. Lejoi greqishten, lejoi shpalljen e pavarësisë të Greqisë 100 vjet përpara Shqipërisë. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Si, me qenë se unë dave... Jo, do më falësh një sekond, sepse duhet të ndaj dy gjëra. Do të ndaj kohën e Perandorisë Osmane me popullin turk. Domethënë janë dy gjëra të ndryshme. Populli turk është një popull mik i Shqipërisë dhe e ka treguar edhe në ngjarjet e kohëve moderne. Por Perandoria Osmane ishte ndërtuar në atë formë që donte që t'i mbante sa më shumë nën kthetrat e veta dhe sa më të sunduar. Ishte politika e Perandorisë Osmane, por politika jo e popullit. Këtë doja specifikoja. Populli, për shembull, unë kam qenë presidenti i klubit shqiptarëve botere, edhe ftonim edhe nga Turqia, se vinin nga tërë Evropa. Edhe ishte një Ali Oglu që kishte gjyshen e tij, kishte shqiptare, edhe më thoshte ky Aliu dëgjoj Kristaq, thoshte. Në Stamboll e në Ankara, në çdo 3 veta njëri shqiptar. Absolutisht. Shqiptar të suksesshëm, në çdo 3 veta është njëri shqiptar, thoshte. Tani, problemi qëndron që shqiptarët duhet akoma të ndërgjegjësohen, sepse akoma vazhdon kjo mendësi. Vazhdon një luftë e heshtur kundra sot e kësaj dite, sepse edhe fuqitë e mëdha përmendë Greqinë, po mos haro se ishte kjo është shumë e thellë, kjo duhet të fut një bisedë shumë tjetër që mund ta bëjmë. Greqia mori mbetësinë në 1823 dhe përfundimisht u krijua si shtet me ndihmën e princit të Weimarit gjerman në vitin 1840. Maksimumi u shlirua për 1850. Por ndryshimi midis Shqipërisë, e cila Turqia nuk na linte gjuhën shqipe derivon, sepse shteti gjerman edhe Evropa bënte marrëveshje të heshtur midis Perandorisë Otomane dhe edhe ja la të gjitha vlerat. Turqinë edhe ishte Gjermania, princi Weimarit, që zgjohu ndjenjën e antikitetit grek. Ndërsa ne na luftuan. Shumë e drejtë. Ne na ignoruan. Megjithatë, ma huan gjuhën. Është me që jemi në këto ujëra, është shumë e rëndësishme që të diskutojmë që edhe revolucioni i pavarësisë greke u bë nga shqiptar, u bë nga arvanitasit që janë jo një pjesë e vogël integrale e shoqërisë apo e kombësisë greke, e shtetit grek. Janë një majorancë, do të thoja unë, e Greqisë. Unë e di e kam shëtitur dhe jam habitur nga ruajtja e zakoneve e gjuhës arvanitase, gjuhës arbërore, siç thuhet tani në terma teknik. Po një shqipe e pastër, do të them një si shqipe pak si me dialekt jugor,
toskërisht e basarduar, por gjithsesi janë elementet por e shqiptare. bukur, një shqipe e bukur që e kemi hasur ne pa e ditur fare që ekziston një mallësi popullsie në gjithë shtrirën deri në Athinë, deri poshtë në Athinë. Po themi deri në Arta. Ta ushqej mendimin nëse më lejon. Po, vërtet. Tani zhdodh realiteti në Greqi. Po thuaj se të gjitha shumica dërmuese e luftëtarëve të revolucionit grek ishin arvanitas, që nga Marko Boçari, Kondrioti, Xhafella e tjerë. Dhe nëse do të dish se historia është ndryshuar, po ne kam studiuar. Nëse do të dish për shemb betejën e Mesologjit, luftonte Marko Boçari me ushtarët e Alipas Tepelenës. Historia, pavarësisht Alipas Tepelena mbronte flamurin e osmanëve, ndërsa ata mbronte flamurin e grekëve. Kjo është histori e vërtet. Dhe edhe kur shaheshin se qëllonte tjetri dhe edhe e plagoste, po e shante, më vrave, thos, pse o shqiptari ti, po shqiptaro janë, pse më vrave? Në urë, luftonin njëri me tjetrin. Kështu që historia tonë është shumë e dhimbshme, po dhe e vërtet. Luftonin për Greqinë, siç i themi ne sot, por luftonin për një shtet që u quajt Nea Albania, Shqipëria e Re. Edhe një fakt tjetër, kur u krijua në Greqi, pavarësia që u shpall në parlamentin grek në Buli është shpallur në gjuhën shqipe. Po, pra dhe fakti më rëndësishëm është kur u hap parlamenti i parë grek, atje flites e shqip. Që pothuajse shumica dërmuese e përfaqësuesve të popullit në parlamentin grek ishin arvanitas. Kolokotroni, duke qenë një nga figurat më kryesore, edhe statuja e tij është në qendër të Athinës, edhe njihet nga qarqet si të brendshme dhe të jashtme që ka qenë shqiptar Dem Babaden, edhe ata e krijuan edhe shtetin. Megjithatë, kthehemi tek kjo ishte domethënë si krahasim çfarë ka ndodhur në 1800 e can në shtetin Fqinj, edhe 1900 në Shqipëri, pse Shqipëria vonoi që të shpallte pavarësinë. Jemi mirënjohës që të paktën arritën deri në atë pikë që ta shpallin dhe të mbrojnë territorin shqiptar. Ju urojmë të gjithë shqiptarëve edhe një herë gëzuar festën e flamurit, gëzuar 113 vjetorin. Është pa precedent tani të kujtosh edhe ta imagjinosh se në çfarë kushtesh dhe çfarë vështirësie kanë hasur ata patriotë që kanë shpallur pavarësinë në atë kohë. Është detyra jonë ta çojmë më përpara, është detyra jonë të krijojmë një integrim brenda Europës me të gjithë elementet, se mbase nuk ka më territore siç mendonim ne të Shqipërisë duke bashkuar Çamërinë, pjesën e Maqedonisë, por duke futur të gjithë në një territor ka ndarje pastaj kombëtare që është Shqipëria e madhe me Kosovë, me Maqedoninë, me Çamërinë e të tjera deri tek Nishi, deri tek do donim pak të ndalëshim te traditat shqiptare. Se edhe traditat janë me historinë bashkë. Tradita nga do njerë ne duhet të njohim historinë. Po, folëm për historinë, po tani të flasim pak për tradita shqiptare është tradita më e mrekullueshme. Çfarë do na kujtosh diçka të bukur? Po, të kujtoj një që është interesante, që është e vërtetë. Nëse do të shikosh uniformën që kanë sot ushtarët që parakalojnë para parlamentit të ret, është uniformë shqiptare. Suliotët. Pse ndodhi ky fenomen? Pse ndodhi ky? Në vitin 1100 pati një lëvizje frontale që nga Shqipëria me ndyrjen e ushtrive të Dushanit bullgarët, këta detyruan të lëviznin nga Shqipëria dhe vajtën në Greqi. Aso kohë Greqia, shumë popullsi e Greqisë lëvizën nga Greqia dhe vajtën në Bizant. Ishte një lëvizje popullsisë për mbijetesë. Por, mos haro, kjo është tradita. Shqiptarët kur ikën që zbritën në Greqi, morën me vete të gjitha doket e zakonet, fustanellën, këpucët me gjufka të kuqe, uniformën, edhe të gjitha, dhe tradita tonë është pasqyruar atje. Ndërsa, shqiptarët një pjesë, këto grekët e morën këte, tradita e vetësuan, ndërsa shqiptarët e Italisë, së mores, këta, e rojtën sot e kësaj dite, gjuhën, zakonit, traditën e shqiptarëve të atyre shekujve të 15. Kjo është e veçanta, kjo është e çuditshme. Kjo është merit e arboreshëve.
Kështu që duhet të shikojmë, ne nuk duhet të jemi mohus. Ne duhet të jemi që, po të shikosh uniformën që ka, vetëm ne kemi veçanti, kur shikosh vallet për shembull shqiptare, kur shikosh muzikën, çdo trevë është e veçantë. Kjo është bukuria. Kjo trevë, të marrësh për shembull vetëm në trevën e Korçës, për shembull devolli ka ndryshe, po të vesh në dardhë është ndryshe, është një uniformë mrekullueshme dardharëve, një pustanellë, një xhamadan, një shumë e bukur. Këto janë tradita që populli ka, edhe pse ka qenë një trusnitje e zakonshme, është koha, prap Është shuruar. vitaliteti është ajo, domethënë që njeriu, shqiptarët janë një popull që me ato mangësitë jo të sajat, po të trashëguara, të ndikuara nga fuqitë e huaja, nga invazionet, nga turku, nga slavët, nga bullgarët që kanë ardhur, dhe pikërisht duke patur këtë një invazion të jashtëzakonshëm si rradhë komp, ne përsëri kemi rojtur gjuhën, zakonet, traditat e mrekullueshme që kemi. Unë do flisja edhe për Plisin. Ka lidhje shumë me historinë, madje ka histori shumë të lashtë, 2000 vjeçare që në kohën e Romës, në Iliri, në Ballkan. Quhet edhe tash, mund ta shikosh, po shikosh online, po të kërkosh Pileus, është edhe një formacion resh në formën e Plisit. I kam parë. Por është një kapele që quhej Pileus në kohën e Romës, që skllevrit mbasi i liroheshin e vishnin si shenjë. Si të lirë, si shenjë që të thoshin nuk kemi më skllevër, Si shenjë të lirisë. Fiks, shumë mirë. Por po ta shikosh Pileus në latinisht, Plis në shqip që e kemi edhe tash, është e njëjta kapele, dhe po ta shikosh edhe në statuja, po të shkosh në Rom tek kodra Kapitolin, më duket në Rom, nuk e di si mund t'i themi në shqip. Aty ke dy statuja, po nuk është vetëm aty, ke edhe në vende të tjera, po aty ke dy statuja që kanë Plis. Është traditë shumë e vjetër shqiptare, 2000 vjeçare, edhe unë patjetër ndihem shumë krenar dhe ja tregoj edhe njerëzve këtu gjithmonë ja tregoj kanadezëve. Shikoj, jemi këtu, ne jemi si thosh pak a shumë romakët e vërtet, jemi aq përpara romakëve. So Plisi edhe sot e kësaj dite, po ta shohësh vet papa mban Plisin në kokë. E ka, edhe nuk është kapele se janë kapelet për afërta, po ndryshe, se Plisi ka formën e vet. Ka ngjashmëri me Plisin. Po, është një prejardhje prej Dardanis, besoj nga. Kjo ka zanafillin e lashtësisë. Jo më kote kam vënë papati këtë gjë. Edhe papati e ka për atë. Por në të gjitha këto gjendjet arkeologjike, po i shikon me Plis. Edhe mendon që thua deri në kohët e afërme të sotme, deri në 20-30 vjet e kaluara, nuk ka qenë shoqëruar me kulturën shqiptare. Është menduar se këto janë latine, janë mbase shoqëri të mëparshme që kanë qenë të zhvilluara, por duke kryer studime, duke parë edhe emërtimin e vet shumë i afërt, Plis në Pileus është. Jo, janë jo vetëm të afërme, po kanë kuptim vetëm në shqip. Gjatë kohës time të rinisë, kur studionim italishten edhe pak latinisht, mendonim që prejardhja gjuhës shqipe ishte latinishtja disi, sepse shikonim këto ngjasimet e fjalëve dhe njëra tjetrën. Por duke ecur edhe duke menduar pak më thellë, shikojmë që është sanafilla është nga shqipja. Via, nuk ka asnjë lloj kuptimi në latinisht. Ka shumë elemente. Ja, një sekondë. Kemi devijuar shumë nga tema. Një stërgjyshi tim që thua Tiberti e kishte emrin Galantion Turtulli. Me djegjen e Vitkuqit, një pjesë të familjes zbriti në Korçë, dhe ky duke qenë se ishte shumë i zgënjur nga ata belerë që e sulmuan Vitkuqin dhe Dogjin, dhe ky vajtu dorëzua murk në Malin e Shenjtë në Greqi. Duke unë lëmtuar ky ishte njohur si shumë gjuhëve të huaja dhe sidomos i greqisë së vjetër e latinisë së vjetër. Kjo është dokumentuar. Edhe e kanë, edhe miqtë e mi kanë sqaruar atje, dhe ky është kjo gjuhë. Ky zbulovi që shqipja e vjetër
i ka dhënë shumë fjalë latinisht, latinishtja është hujezuar nga shqipja e vjetër. Absolutisht. Më kupton këtë, kështu që ajo është një nga albanokët e parë. Kështu që në Gjerdije, ndoshta është një mendësi drejt të shkurtër e akademisë së shkencave. Që Mos e hapa të temë, se na duhet të rrim deri nesër mëngjes ta diskutojmë. Bile dhe janë ca zëra sot që tregojnë vjetërsinë dhe e marrin për idiotizëm ose naivitete e tjera, por themel ka një të vërtetë. Themeli është se Shqipëria, gjuha shqipe është shumë e hershme dhe shumë dinjitoze. Por albanologët shqiptar, po themi të kohës komunizmit dhe edhe të ditëve të sotme kanë krijuar një besim të tillë që Shqipja nuk është se Shqipja është e huazuar nga gjuhë të ndryshme si slave, si sanskrite, si këto. Dhe shumë nga ata kanë dalë që janë të paguar nga fuqi fqinje. Si që ta mshefin rënjën ose ta bëjnë rënjën e fjalës shqipe, ta bëjnë të paditur. Sot ka studiues albanolog të jashtëzakonshëm që me një thjeshtësi të jashtëzakonshme, domethënë me një studim, unë mund të them shumë të thjeshtë si përfaqësor, të i gjen që rënjët e po themi të gjithë gjuhëve indo-europiane janë nga shqipja. Edhe aq thellë edhe sa anglishtja, gjermanishtja, edhe të gjithë gjuhët latine. Duke filluar nga latinishtja e vjetër që sot nuk flitet, por është e shkruar, duke parë me ilirishtën e vjetër, ti e gjen që rënja e fjalës ka kuptim në ilirisht, ose në shqipen e vjetër, ose në gegnishtën e sotme, ka kuptim, edhe në latinisht është komplet është një fjalë e huazuar, sepse nuk lidhet me asnjë gjë konkrete në gjuhën latine. Bëri përshtypje njëherë kur e kishte përkthyer Gjok Beci, vite isha djalë i ri unë atëherë, kishte përkthyer Iliadën dhe Odiseën. Mund na thosh edhe herë kush kishte përkthyer? Gjok Beci. Gjok Beci? Unë jam nxënës i Gjok Becit. Kishte përkthyer shumë mirë. Më thonë është fatmirësi që ke qenë nxënës si ati Kollozi, dhe ajo është që solli shqip, po në gegnisht, Iliadën dhe Odiseën. Por kur po lexonja unë që thot këndoh hyni për mërinë e Akilit etj, unë vura re që Gjok Beci thoshte që kur e përkthej unë Iliadën dhe Odiseën, më duket sikur përkthej shqipe në shqip. Jo, më duket se Gjon Shlaku, apo jo. Nuk e di kush Shlaku ka përkthyer Iliadën. Nuk e di mbase. Por që tha, unë kam përkthyer nga shqipja në shqip. Në shqip tha. Sepse ka marr siç e lexon edhe e ka përkthyer. Po shikon që Mdakit, Peleja etj janë shumë element. Të gjitha këto duke mos dashur që të krijojmë përçarje me fqinjët tanë, duke dashur t'i afrojmë edhe ta rishkruajmë historinë siç duhet shkruar, duhet të tregohet e vërteta në mënyrë që të harrish në pikën ku ti ta rifillosh, të fillosh një miqësi me fqinjët tanë, si me grekët, si me serbët edhe me slavët në përgjithësi në Ballkan, duhet historia të shkruhet siç është. Tani duhet thënë siç është, në mënyrë që ta kapërcejmë këtë lloj pengese të sotme, e cila po mban peng ish Jugosllavin, me një Serbi që nuk është akoma koshiente dhe nuk ka kërkuar akoma falje, apo nuk është ndërgjegjësuar që të pranoj fajet e viteve 90 edhe të viteve të komunizmit dhe të kalojnë në hapin tjetër të një paqe dhe bashkëpunimi rajonal për mirësinë e të gjithëve. Shumë e drejtë. Ajo sjell në vetvete sjell një begati të gjithë rajonit. Duke qenë i përçarë nuk arrin asnjë gjë. Duke qenë se ti do njohësh, është një lloj si Gjermania. Gjermania u tregua, domethënë nga një shteti i luftës së parë dhe luftës së dytë botërore, që ishte pro-nazizmit në një masë të madhe të popullsisë, arriti që ta kuptoj, të kërkoj publikisht falje, të arrin në një reconciliation, si e thonë, në një moment pajtimi dhe një moment njohje të gabimeve edhe lëvizjes përpara. Dhe sot Gjermania është një nga shtetet kryesore që mban Europën e Bashkuar, investon edhe në shtetet vogla si Shqipëria dhe Ballkani.
dhe besoj se duhet ndjekur si shembull, në mënyrë që ne ta kalojmë dhe këtë pengesë, siç është pengesa e Bashkimit Evropian, domethënë Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pengesa zgjidhja e çështjes çamërisë, që është një nga pengesat kryesore, Greqia duke dhënë veto për mos hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjëra të këtilla që duhet se s'bën duhen parë në themel, duhen hapur si probleme nga zanafilla tyre, duhen zgjidhur dhe në mënyrë që ne të kalojmë në hapin tjetër që të jetë një begati rajonale për gjithë rajonin që e ka fal Zoti, domethënë Iliria e vjetë është e begatshme, është mesi i dheut, qendra ku njerëzit e lashtë kanë ardhur sepse Zoti ja ka dhënë të gjitha. Këtu zhvillua civilizimi, por dua të shtoj edhe këtë tjetër. Në duke marrë spunto nga kjo dëshira e mirë për progres. Ne tash qëllimi ton i kombit shqiptar, i qeverisë shqiptare për sot e për të ardhmen, është në ratë të parë që ne të largojmë ndjenjen e inferioritetit. Po ta veshre prap edhe sot qeveria shqiptare, shumë elemente që janë ndjejnë në brendësi inferioritetin dhe në mënyrë ndryshe që nga Beleri me kompani, në mënyrë ndryshe ne ata na imponohen se thonë juve jeni të veçkël, juve kështu po kështu. Ne jemi të thashun, ju më kot të përmenda fjalën e ujkut. Ne ashtu jemi. Në qoftë se ne të dimë forcën tonë, më thënë fjalë thosh do shqyen në ulvon, aq të fuqishëm neve si kom. Më vërtet kritikova për elemente, por ama vlerat janë vlera. Vitaliteti është vitalitet. Shumë. Kjo është e rëndësishme. Prandaj, falenderojmë për vlerësimin edhe për hapin e kaq temave anësore sa Gojardit dhe stafit do t'i duhen vite të tëra që ti shtjellojnë një nga një. Nëse do lejoni, kisha shumë dëshirë të flasim pak për fëmijët shqiptar në diasporë edhe për rolin e gjuhës shqipe, të mësimdhënies. Do më thënë si shikojmë, a ka mësimdhënie mjaftueshëm apo flitet për historinë në për shkolla apo jo? Ka nevojë fëmijët tanë që të dinë dhe për historinë? Do thuaj po të fillojnë. Jo, unë nuk mund të flas eksaktësisht mbi këtë temë sepse është domethënë specifike, por mund të jap një pamje të përgjithshme, një përmbledhje mbi si thua mbi brezin, po themi brezin e parë këtu ose brezin e dytë ose të tretë që kanë ardhur këtu. Po jo, që kanë lindur këtu ose që kanë ardhur të vegjël nga Shqipëria. Ekziston gjithmonë sepse tham kryenësia e shqiptarit është ajo që ka ruajtur gjuhën, traditën edhe këtë. Po të ishte ndryshe shqiptari do ishte asimiluar 1 milion herë. Do ishte asimiluar që në kohët e lashta me Romën, me Turqinë, me Amerikën sot brenda ditës ti mund të kesh të gjithë informacionin edhe mundet që të jesh në të vërtetë mund të jesh në kontakt jashtëzakonshëm që ti të transferosh të gjithë identitetin tënd si një nga më pararojët, domethënë në gjuhën angleze, mund të bësh komplet amerikan ose komplet kanadez pa pasur nevojë që të jesh shqiptar. Kjo është shumë e rrezikshme sepse humbet identitetin. Prandaj brenda kësaj klauzole, po themi brenda jetës, flasim për Kanadan edhe Amerikën, për North America se pak a shumë janë të përafërta si zhvillim. Shqiptarët e brezi i rritur që erdhi nga Shqipëria, që trashëgoi një formim të plot, po themi arsimor nga Shqipëria, kulturor, qoftë edhe nga sistemi i mëparshëm komunist. I kanë ruajtur traditat edhe janë munduar që t'i kalojnë ato në brezat e ardhshëm, në fëmijët që kanë lindur këtu ose kanë ardhur të vegjël në Kanada ose kanë ardhur nëpërmjet një shteti tjetër, se ka shumë shqiptarë që kanë ardhur nga Italia, Greqia, Gjermania, Anglia dhe sjellin si thua edhe një kulturë të tretë në këtë mes. Sa më shumë gjuhë të dish, aq më shumë kultura di, aq më i begati, aq më i informuar. Problemi që ne gjejmë është që jeta e shpejtë e Amerikës Veriut, jeta e shpejtë kanadeze, sjell në një farë neglizhimi
të kulturës shqiptare, të gjuhës shqip, sepse është ndihesh më lehtëshëm që të flasësh anglisht, ndihesh më kollaj që ti të komunikosh në anglisht me termat moderne të kohës sotme, kështu që është një trysnie e jashtëzakonshme ndaj një brezi të ri që ta zvendësoj shqipen me anglishten. Por këtu vin, domethënë jemi fatlum që kemi gjyshe, kemi një rreth familjar pak më të zgjeruar, të cilat e ruajnë atë traditën shqiptare, e kalojnë tek brezat, një brez më tutje, tek nipër mbesa, harrin të mësojnë atyre të paktën ato gjërat bazike të shqipes, edhe kur ata vinë në mosh, teenager apo pak mbi të, arrin që të kuptojnë që me të vërtet jemi një kombi jashtëzakonshëm, kemi një kulturë dhe vlera kulturore si të asnjë kombi tjetër. Mund të marrësh çdo nga kombet e tjera dhe t'i krahasosh, një komb kaq i vogël sa Shqipëria, ka një larmi të jashtëzakonshme si gjuhësore, si etnografike, si trashëgimia kulturore, zanore, e këngës, e valles, e jashtëzakonshme. Ruhet në Kanada, janë përqapje të jashtëzakonshme, është përqapja si juaj edhe e të ndjerit babait tim me shumë nga, duke përfshirë edhe Ai ishte burzotni. Edhe profesorin që ishte domethënë pjesë e këtij ekipi që hapën shkollat e para shqip këtu. Patën një sukses. Po ne flasim mbas 90, mbas 2001-shit, 2002-shit. E ka luajtur një rol të rëndësishëm. Babai i Muharremit. Babai i Bert Muharrem Xhaferi ishte një burr që kam luajtur shumë vite përpara. E kam luajtur në Shqipëri në 1990-91-92. Siç ardhi këtu në Shqipëri, siç ardhi këtu, ai u përpoq me mishe me shpirt të krijonte një fizionomi të ndjenjës kombëtare shqiptare. Po unë do ndalem çik në pyetja që bëri Ardi. Nuk duhet të jemi, më thënë, të bëjmë hosanna. E vërteta është që shumë nga brezi i ri janë larguar nga gjuha shqipe. Shumë nga brezi i ri nuk e dinë gjuhën shqipe. Ose din të coptuar, nuk as din të shkruajnë, as të lexojnë. Shumë. Dhe kjo është një rrezik. Pse të parët tanë e ruanin gjuhën shqipe? Sepse nuk ishte mjeta të tilla komunikimi, televizori, radio e kështu. Ndërsa sot ka një ndikim të jashtëzakonshëm nga televizioni, nga radio, nga Facebooku, nga interneti e tjera, dhe kështu që brezi i ri nuk është shumë i ndërgjegjshëm për të ruajtur traditën, gjuhën, bazën. Prandaj po ndalemi prapë në këtë, se është e rëndësishme po flasim ne sot, në ditën e pavarësisë, prapë është detyra jonë. Është detyra artistëve, e krijuesve, e shkrimtarëve, e mësuesve që jetojnë në emigracion, jo vetëm këtu. Këtu fatmirësisht, për shembull, të timit të ndërgjegjshme që shteti kanadez krijon mundësira. Patjetër. Por është dobësia e vetë familjeve, prindërve ose mjedisit që nuk e krijojnë. Po të marrim Greqinë për shembull, vetë shteti grek e lufton me mishe me shpirt gjuhën shqipe. S'lejon hapjen e shkollave. Nuk kanë hapjen e shkollave edhe vendet e tjera. Edhe në Amerikë ka kushte, kështu që emigracioni ka shumë përparësi, po njëkohësisht është në rrezik të gjuhës shqipe. Është një alarm që ne duhet ta ngremë, duhet të përpiqemi, sepse në këtë fluks të jashtëzakonshëm të mjeteve të informacionit, gjuha fillon që e dobëson rolin e saj. Nitet si mjet. Si mjet. Rreziqe edhe në Shqipëri, vetë. Nuk është vetëm në diaspor, se në diaspor, siç e the ti siç i thon këtu, të notosh kundër rrymës, është e vështirë dhe nuk i gjykoj dot njerëzit se as vetë, edhe vetë tash janë kushtet. Un kam 11 vjet këtu edhe anglishtin e kam më të lehtë, si thua, e kam më të lehtë të shpreh në anglisht, që është normale, por problemi më i madh për mua është në Shqipëri, sepse isha këtë verë dhe po i shikoja, po flisnin edhe në Shqipëri, kishin filluar të merrin këto
fjalët anglisht, Udhëzimet, po flisin me njëri tjetrin sikur flasun me shokët këtu në Kanada anglisht. Edhe pse? Edhe ishin fjalë bazike, nuk është se po themi po merr një fjalë që ndoshta nuk e ke në shqip ose është Fjalët më të rëndomta. fjalët më të rëndosha, fjalët më të e ç'kemi, po i thoshin po i thoshin anglisht. Pse? Okej, computer, kemi fjalë computer në shqip? Jo. Do marrësh të huazosh, ajo është punë tjetër. Por këto të rëndomtat ka të bëjë shumë teknologjia, ka të bëjë shumë TikTok, se gjithashtu jemi bërë si një kulturë globale me internetin edhe është e vështirë që domethënë futen këto siç ruajtja e gjuhës është detyrë e të gjithëve në një farë pike. Çfarë është e rëndësishme është që shteti kanadez këtu jep paguan, domethënë jep fonde për zhvillimin e gjuhës, për zhvillimin e kulturës, për zhvillimin e nëse ke po themi evente kulturore, festivale të ndryshme, ka mundësira që ti të integrohesh, si thua, në shoqërinë kanadeze, duke mos harruar, duke mos lënë edhe shqipen anash. Ato shkollat që më fal që të ndërpres, janë hapur akoma? Unë me sa di unë jam vetëm 2 që janë part-time. Një në Merli ku është edhe janë shumë pak. Janë të pamjaftueshme. Këto janë tash e gjithë kjo është një deficit, si thua, ose është një mangësi e shoqatave kulturore shqiptare, e shoqatës shqiptare kanadeze, e shoqatës të artistëve shqiptar, duhet që të këmbgulin në mënyrë që në një farë të vënë veton, si thua, që të ruajnë këto vlera kulturore, sepse nuk është vetëm gjuha. Nëpërmjet një valleje ti ke sjell edhe si thua pjesë kulturës. Nëpërmjet sinkote e lashta, s'ka pasur, po themi shqipja nuk ka qenë e shkruar, po themi gjatë gjithë mesjetës së gjithë gojore, duke nëpërmjet këngës, nëpërmjet gojdhanave. Kto janë gjëra shumë interesante sepse gojdhana ka të bukura shqip që ne jemi, domethënë gati të bëjmë film. Ata të agomerit e tërë ato të Malësisë së Veriut, ato janë legjendat të mrekullueshme. Legjendat shqiptare janë të mrekullueshme. Që na i morën serbët se ishin tonë ato. Si kanë ardhur. Gjergj Lezalia që janë tërë ato tradita. Nuk është rapsodët që bën vepër, por do të ndalesha për këto në funksion të kësaj të gjuhës shqipe. Tani ekziston tek brezi i dytë, jo tek brezi që ardhë, për shembull. Brezi i ri që kanë bërë një fëmijë ose 2 fëmijë, dhe ata që është në pelenat, ata i flasin anglisht. Unë jam përplasur me shumë familje, edhe i them unë, ore, po, thuaj foli shqipa dërbare, i them. Se për të mësuar anglishtën do ta kur të mos duash, ai do vej në kopësh, do vej në shkollë, në fillore, ashtu dhe do ta mësoj automatikisht. Po kur mësovi gjuhën nëpërmjet teje, po jo po i duhet për jetën, po dhe na duhet dhe ardhëm analfabetë këtu nga ana e gjuhës angleze, në kuptimin e mirë se ne dinim, po në përgjithësi ne mbijetuam. Është një problem shumë i rëndësishëm, bëri shumë mirë që hapi dhe ardhi. Është një problem shumë i rëndësishëm, jemi në kuadrin e pavarësisë, e ditës së shenjtë, por ama të gjitha përmbledhen në këtë, se është një problem shqetësues. Media të merr gojën. Përveç asaj, një nga problemet ose problematikat të ndjejmë, se unë kam 2 çuna që janë të rritur tash 20 edhe 24, edhe shkojnë shpesh në Shqipëri, janë lidhur, e duan Shqipërinë, e duan atë, po themi, vibe-in e Shqipërisë, gjithë natyrën. Është mrekullueshme çfarë do të tash mendojnë se flasin shqip. Natyrisht, fal gjyshit Ramet Pas edhe gjyshës që kanë akoma gjallë që i flet shqip. Ne na vjen pak më kollaj që t'i flasim në anglisht, edhe atyre vjen më kollaj të flasin anglisht, edhe ka ngel shqipja pak e varfër, shkojnë në Shqipëri, tashi edhe në Shqipëri bullizohen kuptimin. E po influencojnë nga këto gjëra tash. Jo bullizim i rënd, por thot ai ndonjë gjë qesh ndaj tjetër ose thot, e di se çfarë thot, më mirë ma thuajnë anglisht thot në Shqipëri, sepse ata duan që të ushtrojnë anglishten. Dhe shikojnë që e kanë shqipen të qalë, e thot, ma thuajnë anglisht më mirë se flas. Sikur ndihen më komfortabël. Ndihen më. Por dëshira e mirë është aty. Edhe po që është dëshira e mirë,
Duhet një punë. nuk shuhet. Gjithatë duhet një punë e madhe Berti për këtë punë. Ne shikojmë pas rrezikun kur ardha këtu në fillim para 27-28 vjetëve. Edhe ju thash fëmijëve të mishin të vetë, dëgjojmë fëmijët e babit. Kjo shtëpi është Shqipëri. Dhe sa ti e gjallun, edhe mamaja juaj ne do flasim shqip. Jashtë bëni ç'të doni. Këtu nuk dua asnjë fjalë anglisht. Mirë, bravo. Kjo ka qenë Kjo është e kanë të parë tanë që kanë rojtë sot e kësaj dite. Kjo është e brezave. Ne unë nuk harri që ta mbaj atë, domethënë kemi një balancim gjysmë anglisht, gjysmë shqip. Prindit e mi ishin komplet shqip. Shpresoj që unë këtu doja të ndaloja pak nga që muzika më ka bën të argëtoj shqiptarët sepse të botës. Edhe kam pas kënaqësinë të jem edhe në për shtëpijet e gjithë shqiptarëve në për Australi, Amerikë dhe në Europë. Vllazët tanë që janë nga Presheva, Prishtina, Ferizaj, Gjilani, Kumanova, Dhe kanë qenë atje. E kanë rrujt shumë më mirë traditën se neve po flas për trashëgiminë e brez pas brezi. E kanë bënë një punë shumë që duhet mi falenderoj. Shumë. Edhe në diasporë shumë, domethënë aty me tradita që nga dera kur hap derën e hyn mrena si mysafir, fillon tradita shqiptare. Po kjo është një vlerë e jashtëzakonshme. Shumë vlerë. Po kjo ka një shpjegim. Nanimo. Pra ne jemi sot. Shpjegimi është sepse trevat shqiptare në Kosovë, edhe në Maqedoni. Kam qenë në Maqedoni. Edhe Maqedona, si shqiptarët e Maqedonisë janë patriotë të mëdhenj. Edhe Kosovë, pse ka ndodhur kjo? Pse ka ndodhur? Se unë kam vajtur, tash unë botova 7 libra në Kosovë dhe Kosova mua më vlerësoi jashmase, më vlerësoi me çmim edhe tërë krimtarien time, Ministria e Kulturës së Kosovës e botovi në shumë kopje, në 100 kopje. Edhe këtë libër e botovi në 500 kopje këtë libër. Po. E botovi në 500 kopje e botovi. Faleminderit për kopjen që më dhe, kam direkt me nënshkrimin Urdhoni, Kristaj Sturtulli, dhimbja e ikonës, edhe për gëzime për librin, edhe faleminderit që më dhe me dorëshkrimin tënd, vetë me urim personal është e jashtëzakonshme. Faleminderit. Edhe ju të falenderoj, sepse po bëhet një bisedë shumë miqësore. Jo vetëm shumë miqësore, po e kualifikuar. Gjithë. Tani të ndalem tek ajo tradita e mrekullueshme e vëllezërve tanë kosovarë, maqedonas, shqiptarët edhe të Malit të Zi dhe mrekullisht dhe shqiptarët e Italisë. Ku është ndryshimi? Unë kam ndeshur edhe këtu që janë Arvanitas dhe kam takuar edhe kur ka organizuar shoqata edhe në Itali ku kam takuar shqiptarët dhe të jemi transparent. Shqiptarët Arbresh ndryshojnë si nata me ditë. Shqiptarët Arvanita së Greqisë shumë prej tyre nuk e pranojnë që jemi shqiptarë. Ndërsa Arbreshët e pranojnë me shumë kënaqësi që jemi Arbreshë. Po pse ndodh ky fenomen? Sepse shteti italian nuk i ka persekutuar, nuk i ka indinjuar, nuk i ka përbuzur, nuk i ka fyer, i ka luftuar gjuhën shqipe atje. Ndërsa në shteti grek ka luajtur rol shumë negativ historikisht dhe sot e kësaj dite. Duhet ta pranojmë. Duhet të rrim te kjo e fundit sot e kësaj dite. Është një ndjenjë, është një po themi një surviving skill që ata kanë, ata duhet të mbijetojnë. Edhe si mbijetojnë vetëm duke me intriga. Jo, duke u pranuar ndruar emrin, pranuar kompromisin, nuk pranon sot që unë jam shqiptar, jam grek Unë jam Arvanita, sot është një degëzim i Greqisë andaj këtej. Por ti kur flet me të flet si unë e ti. Flet një shqipe të pastër të thjeshtë. Pyeti çfarë do të thënë Arvanitas, thot. Po ti thua që je shqiptar? Jo, thot. Prandaj dalim te termi i sotëm teknik që është arbëror. Domethënë kanë një term që quhet termi arbëror. Arbërorët janë po themi shqiptarët e lashtë përpara se të quhej Shqipëri. Edhe pse i pyet që je shqiptar, është pak ofensive në kuptimin
sepse i distancon për arsye politike me vendin ku ata jetojnë. Edhe unë nuk e marr fare parasysh, më vjen shumë mirë që ata e ruajnë. Kam qenë vetë, do të tregoj një histori personale, kam qenë vetë dëshmimtar në fillim viteve 90 kur ika nga Shqipëria, kalova nëpër Athinë nëpër Greqi dhe shkojmë në një fshat të humbur me një piktor, mikun tim Niko, që tash t'ia kujtoj edhe mbi emrin, një tiranës i vjetër. Dhe shkojmë në një fshat larg nga Pireu diku, një fshat të Elefsinës, nuk e di se si quhej vendi. Shkojmë atje në mes të vapës, zbritëm nga autobusi, të mbaruar atje një vapë e gushtit e Greqisë së jashtëzakonshme. Kërkonim pikturat e tij ku I kishte ai njërin tjetrin, edhe futemi te klubi I parë për të marrë shishe ujë, se futemi atje, gjojmë gjithë ata shqip, duke folur, gumzhinte klubi. Thashëm po, thash na pas kanë çuar në Shqipëri, na pas kanë kthyer në Kakavi, po prap. Tamam sikur ti ishe në një fshat të Sarandës, Gjirokastrës, një nga këto. Edhe ai I klubit, ai barisi që ai ishte thotë, mo djema ço pini, ne ngelëm kështu ne e vinë gjithë ata sepse kurioziteti, viti 91, fillimi I vitit 91. Kështu që dua të them që ekzistonte ajo. Edhe e dyta pastaj, domethënë shumë histori të tilla, po tjetra që më ka ngel në mend është që shkojmë në anën tjetër të Gadishullit, domethënë siç është Athina që rrin në Gadish, në krahun tjetër, nga ana po themi nga Selaniku ku vjen që zbret për në Athinë. Dhe shkojmë në një fshat, si ja mbaj mend emrin se si ishte, më thrasin ata për ca punë që bënim. Dhe shtruan një si drek, edhe thret fëmin e vogël ky gjyshi që unë atë kisha mika im kishte thirrur, gjyshi me atë flisja shqip. Edhe thret edhe fëmin e vogël, një fëmijë çatë më 6 vjeç, 7 vjeç. Edhe ati I fliste në shqip. Domethënë në arvanitase, po I quajmë gjuhën arbrore, arvanitase, por shqipe e pastër për mua. E thret edhe I fliste edhe atit voglit, pavarësisht që ai shkonte në shkollë apo në kopësh ku shkonte në Greqi, por e kishte mësuar shqipen dhe kjo është trashëgimia edhe ajo kryenësia e shqiptarit që jetëve nuk do zhduket kurrë, edhe shpresojmë që edhe ky emision ta shtyjë edhe 10 hapa më përpara. Patjetër. Ne më fale. Ne rëndësishme është që nuk është thjesht një bisedë. Ne duam të transmetojmë një mesazh. Ne duam të transmetojmë një mendim dhe një urim. Nëpërmjet mesazhit, mendimit dhe urimit ne të ndjehemi mirë dhe dëgjuesit të ndjehen akoma më mirë. Ky është qëllimi tonë. Mesazhi është I qartë, nuk është që është një mesazh, një dëshirë e jona, që po themi dëshirë e pa, si thua, shumë e vështirë për t'u arritur. Kjo është një rezultat I gjithë këtyre viteve punë, I gjithë këtyre patriotëve që e kanë sjellë deri në këtë pikë. Për ne është një shtytje e mëtejshme në këtë moment kohor, si ta mirëmbajmë gjuhën dhe kulturën shqipe, si ta shtyjmë më përpara, si ta integrojmë atë edhe ta sjellim në nivelin e lartë. Jemi shqiptar me shtyllë të fortë kurizore, shqiptar që janë krenar për gjuhën e tyre, për arritjet e tyre dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Fatmirësisht dhe fatkeqësisht kemi pengesat tona, pengesat politike që s'duhet hapim atë kapitull tani. Ka shumë për të folur, por do flasim në emisione tjera. Neve këtë emision e fillum në mëngjes, edhe tashti jemi pothuajse po vjen dreka, 12. Kështu që mendoj që kemi fërm mjaftueshëm për me fol për Shqipërinë, asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Nuk ka limit me fol për Shqipërinë, për këtë ditë kaq të çmuar. Ju jam shumë mirënjohës që u bashkohet në këtë tryezë shqiptare, se normalisht edhe kur e bëm order se e porositem, më fal për fjalën në anglisht, që e porositem si pjesë si tavolinë, e bëm turmullakës, se ishte menduar që një ditë do ulemi dhe emitojmë një softë. Edhe sot me festë flamurit, me 113 vjetorin, arritëm ta bëjmë realitet, u ulemi në një softë shqiptare, folim për flamurin, kujtuam dhe të gjithë ato që na bën të mundur që ne sot kemi një shtet
edhe jemi krenar. Kështu i nderuar ambasadori i kombit Kristaj Sturtulli, shumë kënaqësi që folëm bashkë. Dhe unë jam shumë kënaqësi. Emision Mirëmëngjes Kanada. Gjithashtu producenti i filmave Albert Xhaferi, që dhe kam dhe mik, shumë kënaqësi. Përshëndesim gjithashtu Jonin Çekon që së shpejti Joni do na bëjë krenar neve të gjithë këtu. Na ka bërë krenar. Edhe më shumë, kemi sa plane shumë të veçanta për Jonin, që edhe televizioni Jonin kam i bën suport. Kështu që surprizat vazhdojnë për Jonin Çekon. Gjithashtu përshëndesim edhe Genti Halin që ka bënë punë shumë të mirë sot me ne. Drejtori i fotografisë i jashtëzakonshëm. Është Genti Hali është djalë shumë i talentuar. Unë vlerësoj këtë ti me mikun tonë të ri, Joni Çeku. Joni Çeku. Pse e vlerësoj? Sepse ky është arti. Dhe në qoftë se ndjet në remba, në shpirt e në mendje ndjen e shqiptarizmit, ndjen e progresit, se ky do jetë emigracionit nesër që do përçojë mendim në Shqipëri. Ky do ketë që mund të influencohet për vlerat që ndoshta do jenë. Që s'po hapin problemin e politikës, po problemin e ndjenjës nacionale dhe të ndjenjës intelektuale mbi të gjithë. Kështu që dhe unë ju uroj gjithë mirë. Joni pëson gjitha kushtet, ka akoma me mësu. Atëherë të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët sot në kanalin tonë në YouTube Alp TV Kanada. Urojmë të shihemi herë tjera me emisione edhe më të bukura që janë në shërbim të kombit tonë shqiptar. Nga ne, mirupafshim edhe egzofshim Shqipërinë për mot.